KEC së bashku me ZRE sigurojnë biletat për muajin e tyre të mjaltit, ndërsa qytetarët mbesin viktima të vetme të kësaj padrejtësie të përvitshme. E gjithë kjo me një qeveri që mbetet spektatore, siç thot populli, jo KEC-i, zullumi kputet prej strashi. Tashmë është zyrtare se energjia elektrike do të shtrenjtohet për 15% nga 1 prilli e këtij viti. Kështu që qytetarët vetë se kanë nisur reagimet e tyre. Sot grupi Asnjë Cent më shumë, i cili përbëhet nga qytetarë të shumë që kanë kundërshtuar vendimin e ZRE-s që nga 1 prilli me u shtrejtu sërish energjia elektrike, kanë ardhur sot tek zyret e ZRE-s për të kundërshtuar këtë vendim. Aksioni ishte simbolik dhe kishte një deklaratë për media. ZRE gabimisht është vendosur në këtë lokacion. ZRE e ka vendin brenda objektit të KEC-it. Edhe ashtu, ky organ është gjoja është i pavarur, më shumë ju shërben interesat kësaj kompanie private se sa qytetarëve të Kosovës. Para pak javësh na u bë ditun se KEC-i ka kërkuar rritjen e çmimit të energjisë elektrike. Ky ritual tashmë është bërë i përvitshëm. Pasi në vitin 2022, KEC kërkoi blok tarifën që shumëfishonte çmimin e rrymës deri në 200%. Pak muaj më vonë, përveç blok tarifës, KEC përfitoi edhe subvencionim të mënyrë të tërthort përmes qeverisë së Kosovës. Kërkesat e KEC-it nuk u ndalën me kaq. 2 vite më vonë, në vitin 2024, KEC kërkoi rishikim të tarifave dhe ZRE. Pa u menduar dy herë, ja aprovoi kërkesën për çmimin të energjisë për 15%. Sot, në ditën kur po flasim, jemi vetëm pak ditë larg një aprovimi tjetër për rritje të çmimit për 15%. Çdo qytetar i Kosovës është duke e shtruar vetëm një pyetje: çka po ndodh kështu? Njëherë blok tarifa na çoi faturën nga 50 në 100 euro. Pastaj u aprovua edhe një 15% rritje që e çoi faturën në 115 euro. Tash po kërkohet edhe një 15% që na çon faturën në më shumë se 130 euro. Pra minimum 160% rritje të çmimit të energjisë brenda 4 viteve. Vit pas viti, KEC së bashku me ZRE sigurojnë biletat për muajin e tyre të mjaltit, ndërsa qytetarët mbesin viktima të vetme të kësaj padrejtësie të përvitshme. Bitar rëndojnë edhe barra tjera në shportin e konsumit, e cila është e rënduar pothuajse 50% në shtrenjtësi, e shpenzimet e tjera që varfrojnë xhepin e tyre ditë pas dite. E gjithë kjo me një qeveri që mbetet spektatore këtyre ngjarjeve të rënda për qytetarët. ZRE nuk po rregullon energjinë apo tregun energjetik. ZRE po rregullon vetëm interesin e KEC-it dhe asgjë tjetër. Prandaj sot jemi mbledhur këtu për t'ia kujtuar ZRE-s funksionin që duhet të kryente tash sa vite, por nuk o ka bën. Jemi këtu për t'ia bërë me dije ZRE-s se nëse vazhdon të ndjek këtë mënyrë funksionimi, duke e shtyr klasën punëtore drejt varfënisë, ne do të kundërvihemi me të gjitha mjetet që i kemi në dorë. Ka mbetur edhe pak ditë nga rishikimi i tarifave nga ZRE. Gjatë kësaj kohe, ky organ ka edhe pak kohë për të reflektuar dhe për të mos rënduar më shumë barrën financiare të qytetarëve. Siç thot populli, jo KEC-i, zullumi kputet prej strashi.